partinë lista serbe janë dorë zgjatur e Beogradit, janë dorë zgjatur e presidentit Vučić dhe ata do të rezistojnë. Mirë po mu pëlqej edhe kongullësia e komandantit dhe është një avancim drejt stabilitetit, sigurisë në Kosovë në përgjithësi e në veçanti këtë pjesë shumë problematike të Kosovës, sepse e dim që nga viti 2023, po shkojmë herët, ka ndodhur shumë gjëra atje, sulmi në pjesëtar të Kforit, pastaj sulmi terrorist në Bonjë, pastaj sulmi në infrastrukturën kritike në Ybjell në Pens, dhe kjo pas 20 e ca viteve prezencë të Kforit në mbi këtë urë që thatë edhe jo, që ka simbolizuar një ndarje, jo një bashkim, sepse urat bashkojnë, jo ndajnë njerëzit dhe komunitetet, dhe në këtë drejtim, unë mendoj që a ka bë mirë, as ka bë mirë, koha do të tregon se Kfori që deri më tani ka qëndruar atje, mirë po kjo e jep një mesazh shumë pozitiv tani në Kosovë, sepse edhe bashkia ndërkombëtare, edhe prezenca ushtarake ndërkombëtare në Kosovë e ka vlerësuar se policia e Kosovës ka avancuar në aspektin profesional, ka avancuar në trajtimin e barabartë të gjitha komuniteteve, se është policia të gjitha në Republikën e Kosovës, ka avancuar edhe përmirësimi i sigurisë përgjithshme, por ka avancuar edhe forca e jonë armatosur drejt arritjes kapacitetet sajna dhe ka ardhur koha që dal nga dal disa kompetenca të barten nga faktori ndërkombëtar te faktori vendor. E po një rezistencë të Serbisë, sepse të gjithë ata që jetojnë, e kam fjalën të serbët, që jetojnë në pjesën veriore, të gjithë ata që e përfaqësojnë këtë partinë lista serbe, janë dorë zgjatur e Beogradit, janë dorë zgjatur e presidentit Vučić, dhe ata do të rezistojnë. Mirë po mu pëlqej edhe kongullësia e komandantit Kforit, kongullësia e faktorit ndërkombëtar, se kjo duhet të ecë tutje dhe duhet dal nga dal barten gjitha këto kompetencat që faktikisht do duhej edhe më herët të barten te institucionet tona, apo më mirë thënë.